Të shoh gjithmonë rekomandon disa masazhe limfatik, mbase janë ato që duhen bërë që të mos të arrihet në këtë situatë. Si janë ato masazhet, e demonstrojmë dot këtu? Po, masazhet limfatike mund të bëhet edhe që në shtazani dhe mund të mësojnë që në shtazani është shumë e thjeshtë. Mjafton që të jemi, për shembull, në kryqëzimin e venës jugulare, këtu me subklaviane. Mund ta marrësh edhe me dorë, është kjo koska këtu. Po. 10 rast të vegjël. Kështu ë? Po. 1, 2, 3, ngadalë. Okej? Sepse mblidhen këtu. Për sa kohë e bën atë? 10 rast të vegjël. Jo, për sa cilën periudhë? Gjithë shtatzanin? Jo, gjithë shtatzanin. Shtatzani ti mund ta mësosh këtë. Por, sa po të lindësh, nëse kemi problematika që bebi e shikon që se kap mirë gjirin, po të fryet gjiri dhe por të vjen qumshti, filloj me masazhin limfatik. Ose pjesa, kemi gjirin, e demonstrojmë kemi gjirin këtu, kapi gjirin këtu në periferit e aureolës dhe bëj këtë këtu. Pra i largëson, është sikur të largësosh ujërat e tepërta në zonën nën sjetull, sepse këtu janë nyjet limfatike më të dukshme. Pra, i largëson, se si thamë përpara, në fakt nuk bllokohen. Nuk bllokohet brenda qumshtit, bllokohet indi mamar përreth kanaleve. Dhe çfarë duhet bëjmë përpara? Pra duhet të largojmë këto ujëra me dorë ose këtë duart në këtë mënyrë. Largojmë ujërat dhe më pas shikohet që mund të është gjiri më i fryrë apo jo, dhe do të shikojmë që është zbrazja e mirë apo jo. Nëse ndodh që bëhet më pas, sepse nëna ka temperaturë, shoqërohet me atë skuqen, që rekomandoni ju më pas? A i jepet më se mbase nuk e vë dhe dot në gjirë? Jo, duhet i jepet. Duhet, sepse bebi, si e shkarkon dhe stimulon bebi gjirin, nuk mund të bëj asnjë lloj pompe. Sepse pompa është mekanike dhe është sipërfaqësore dhe stimulon në majën e thithës. Pompa, ndërsa bebi do të stimuloj të gjitha kanalet e gjirit që janë të gjithë sipërfaqen e indit mamar. Kështu që duhet ta vëj sa më shpesh bebin dhe duhet dallojmë diçka. Kur kemi bllokimin e gjirit, ka disa stade. Në fillim do të ndihesh fryrje të gjirit, ke rëndes, më pas mund të kesh njolla skuqe, roz, me ngjyra më të errëta, pastaj bën më të skuqura, mund të kesh pak si ethe ose si simptoma të virozës, të gripit. Nga inflamacioni, sepse ai është inflamacion. Pra bllokimi i gjirit fillon më përpara me inflamacion dhe pastaj kalon në një infeksion bakterial. Nëse i kapim në këto fazat e para, mund të kthejmë prapsh? Absolutisht po. Masazhin limfatik sa më shpesh, çdo 2 orë, 2 orë e gjysmë, me rasteve dhe largimin e ujrave të tepërta. Në këtë mënyrë drejt sjetullës, drejt klavikulës dhe nga gjiri tjetër. Pra largimin e ujrave të tepërta dhe me kompresa. Kompresa të ftohta. Me ujë të ftohtë? Të ftohta? Të ftohta. Nuk ka nevojë që të jetë ujë, sepse edhe e mundojmë nënën, merr ujin, një gjë të ftohtë. Të ftohtë, siç edhe ato të... Ato peds, ato të ftohta, në frigorifer. Kështu që të ftohta, mbas masazhit ose mbas gjithëdhënies. Por në bllokim të gjirit, edhe në mastit, kur kemi një infeksion bakterial, rekomandohet që nëna ta vëj bebin në gjë. Mos ndërpritet gjithëdhënia? Jo, absolutisht. Edhe kur merret terapi antibiotike, sepse ka antibiotik të përshtatur, sigurisht duhet të konsultohen me mjekun, por ka antibiotik të përshtatshëm në gjithëdhënie. Nuk jemi si në shtatzani. Ka të gjitha terapit në gjithëdhënie janë të përshtatshme me gjithëdhënie. Pra, pas konsultës me mjekun, edhe nëse jeni në terapi me antibiotik, mos e ndani gjirin tek mjek.